Mirë, po të gjithë këta në zemrën e tyre sigurt kultivojnë dashuri për vendin e tyre. Kështu që çfarëdo harxhimi që bëhet ja vlen, sepse është investim i duhur. Sepse ndoshta një ditë ka me ardhur rani që kemë pas mundësi me ardh për çdo javë, madje edhe çdo 2-3 ditë, mirë, po nuk gjon monon dhe nuk gjon bab të shtëpia. Andaj të keni kujdes që në pasurinë e juaj mos fotni vetëm se halal, sepse harami e ka kostën e vetë edhe e ka një fakturë që duhet me pagu, mirë, po pastaj të ndëruar vëllezër, mbas të kësaj përfitojmë edhe diçka tjetër që është edhe më e madhe. Ajo është se duke i lidh fëmijët tanë me vendlindjen e babës, i lidhëm fëmijët tanë edhe me vendlindjen e babës së njerëzimit, Ademit alayhis salam. Pastaj pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur i vjen radha me lon Mekën edhe me shkon në Medinë, pasi që ngjitet një kodër dhe po e sheh Mekën përpara, edhe po i rrjedhin lot. Edhe po i thot, oj Mekë, e din Allahu se sa du, edhe që të kam në zemër, që të për arsye se të ti jam lind, edhe që të u rrita, thot sikur të mos me këshin largu kë popull, kur s'të kisha lanë, nuk kisha lyp vend tjetër, për arsye se je vend lindja ime, vendi ku kam lindune. Të ndëruar vëllezër, këto dy tregime të shkurtëra, që i përmenda, e të regojnë qartë, që feja në mëson neve se njeriu është i lidhur me ndjenja edhe emocionalisht me vendin ku ka lind, s'paku ku ka lind, po edhe ku është rrit pastaj. Këtë du me ndërlidh me një pjesë të vëllezërve tonë, të cilët po i quajnë bashkëdhetare grupeqar, e që nuk kemi as pak dyshim se janë të lidhur me vendin në të cilin kanë lind, ose s'paku me vendlindjen e baballarëve të tyre. Mirë, po ja që koha, ja që situata, rrethonat kanë boqë, mu shpërndana për vendet të ndryshme, dikush mu bo gurbetqar, dikush me mbet në vendin e vetë, mirë, po të gjithë këta në zemrën e tyre sigurt kultivojnë dashuri për vendin e tyre. Andaj të ndëruar vëllezër, këta gurbetqarët të cilët i kemi këto ditë, nuk janë në vendin e huaj, po janë në vendin e tyre, janë në tokën e tyre, në shtëpitë e tyre, janë sikur se na. Mirë, po jeta ka boqë ata me jetu jashtë. Dhe as pak nuk duhet me na ardhë mërzi, as nuk duhet mosikletu se pse është bo kjo gush, pse kjo kallabllak i madh, pse kjo rëmuj, për arsye se edhe pse kallabllak, edhe pse rëmuje e kolonat gjata, mirë, po edhe kje ka shpjegimin e vetë, edhe ka atë kënaqësinë e vetë, sepse na gjithmonë kemi jetu bashk, gjithmonë e kemi bo jetën bashk, edhe të mirën edhe të keqen e kemi ndo bashk. Hjekëm pak, jemi pak mansiklet, mirë, po ajo kënaqësia e bashkimit familjar, pastaj me e pa një tjetrin, edhe mu afru me një tjetrin, bashku me një tjetrin, e te i kalën këtë siklet edhe këtë problem. Mirë, po disa porosi kisha mjavdhon të gjitha tyre të cilët janë larg vendlindjes së tyre, e që duhet të kemi parasysh të gjithë, mirë, po me theks veçantë ata. Të ndëruar vëllezër të gjithë, e sidomos ju gurbetqar. Në ato vende ku gjindeni edhe aty ku jeni shku, ndoshta prej arsye kryesore është që me fitu diçka më shumë, me qitë dritë diçka më shumë, me gjallënu diçka më shumë, mirë, po dine se ajo që ju bën nder juve edhe i bën nder familjarëve të juve është që fitimin të keni kujdes me e marr halal. Nuk na bën nder as pak, as nuk i bën nder as nonës, as babës, as familjarëve që derdhin lët për shkak të largësisë tonde, nuk i bën nder me i sjell haramin. Nuk na bën nder atë pasuni që e sjellni këtu edhe e ndajmë, e që mës me qenë halal, as pak nuk na bën nder harami. Andaj të keni kujdes që në pasurinë e juaj mos fotni vetëm se halal, sepse harami e ka kostën e vetë edhe e ka një fakturë që duhet me pagu, mirë, po ka mundësi që e pagujmë shtrejt, e pagujmë pastaj me shkatërim të raporte familjare, e pagujmë me çrregullim bashkërtor, e pagujmë me devijim të fëmijëve, e shumë forma tjera që mundemi pagu, sepse Allahu na ka urdhëruar që fitimin edhe pasurinë me fitu, me marrë në rrugë halal. Pastaj të ndëruar vëllezër gjithashtu, e fitojmë halal, e fitojmë me gjitha djers, edhe me gjitha të mund edhe lodhje, edhe gjitha të mall që e keni për vendin e për familjen, të mos e shpenzani haram. Sepse Allahu do të na pyet për pasurinë në ditën e gjykimit, çuçi e kemi fituar dhe çuçi e kemi shpenzuar. A ja vlen gjitha ajo lodhje, gjitha ajo mund, gjitha ajo ditë e gjatë, e pa pushim, e pa mëshirshëm dikush që komandon edhe i detyron me punu, edhe i rrin mbi krye, mas krejt kësaj lodhje me shpenzu parën tonë haram, edhe me e prish parën tonë, me e prish djersën tonë, nuk ja vlen të ndëruar vëllezër. Andaj të kemi kujdes ku po harxojmë parën, ku po e çojmë atë.
Ato po I harxojmë se po harxojmë, mirë, po ku po I harxojmë edhe ku po I çojmë. Ti harxojmë me familjarët tonë, ti harxojmë në punë të ndershme, në punë të mira, në punë të cilat na bojnë nder neve, I bojnë nder familjes, duke mos I përjashtu kështu as pak, edhe sadakat e ndryshme ose bamirësitë e ndryshme, qoftë për vete, për familje, qoftë edhe për prindër të gjallë edhe të vdekur. Pastaj të nderuar vëllezër, harxhimi që bëhet për me I rujtë lidhjet farefisnore edhe familjare, edhe për kujdesin ndaj babës edhe nonës, se shumë prej atyre që janë larg jashtë kanë lënë nonë dhe babë. Kështu që çfarëdo harxhimi që bëhet ja vlen, sepse është investim I duhur. Sepse ndoshta një ditë ka me ardhur rani që keme pas mundësi me ardhë për çdo javë, madje edhe çdo 2-3 ditë, mirë, po nuk gjon mo nonë dhe nuk gjon babë të shtëpia. Kështu që edhe nëse harxhohesh, sa e ke nonën gjallë dhe babën gjallë, harxhohu te ta, sepse është investim që ja vlen, është investim që përkthehet në respektin, sjelljen e mirë dhe butësinë ndaj prindërve, edhe pse larg tyre, mirë po ja vlen. Pastaj harxhimi edhe për rujtjen e lidhjeve farefisnore. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur Allahu I ka kriju krijesat, lidhja farefisnore është anku te Allahu. O Allah, njerëzit s'kan më mojt mua. S'kan me pas interes dhe kanë me I kput, kanë me kput lidhjet farefisnore. Thot Allah I lartësuam, a je I kënaqur ti që unë me I mojt lidhjet me çato që të mund ty edhe me I kput lidhjet me çato që të kput ty? Thot po, edhe ukri. Kështu që sa më shumë që I mojmë lidhjet farefisnore, sa më tepër që bëjmë vizita, edhe çato harxhime që po I çujmë, duke I vizitu të afërmit e tonë, të afërmit, edhe miqt, edhe jaronat e babës, pastaj edhe nga ona e nonës, këto krejt janë investime që përkthehen në shpërblime. Janë investime të cilat përkthehen në shpërblime sepse forcohen edhe mbohen, po dhe forcohen lidhjet farefisnore për të cilat e kemi amanet prej Allahut që me I mbajt. Mos thuj se kesh pushim serë kërkush më pa, si aniti kërkujt, si interesoj kërkujt, s'u më ofroj kërkush, s'ma boni një nerë, s'ma boni një dartë, s'ma boni një çaj, fjalë të cilat I dëgjojmë. Mirë po, bëhu ti ai I cili e nxjerr iniciativën, edhe nëse s'djen ti shko. Sepse këtu janë investime. Këtu janë investime edhe për këtë botë, po për botën tjetër edhe më shumë. Pastaj të nderuar vëllezër, ju gurbetçar. Në vendet ku qëndroni, ka kultura, ka rregulla, stil të jetës të ndryshme, që do të thotë se nuk duhet të marrim gjithçka, mirë, po nuk duhet edhe të mirën që është aty të lëmë edhe të na ik. Sepse të mirën kudo që e gjejmë na muslimanët jemi të urdhëruar me marr. Mirë, po jo gjithçka që shohim atje është e mirë. Jo gjithçka, çdo kulturë dhe çdo stil I jetës që e shohim atje është e mirë. Të mirën, rregullin, respektin, butësinë, moralin, çdo që të ketë mirë e marrim. Mirë, po jo edhe rregullat e tjera dhe stilet e jetës që gradualisht kanë filluar disa me bë jetën vetmi. Edhe thotë që shtu jetojnë perëndim. Vjen rrin sa ka më nejt pushim, kush nuk e sheh, as kërkan nuk e sheh, as kujt si bën telefon, për çka erdhe? Do të thotë që si pushime kishte bëj gjithkohë. Mirë, po javën pushim tek të afërmit e to. Pse? Sepse çështo e bojnë jetën aty bërë. Jo, kjo nuk është kultura jone, as nuk është as shqiptare, as nuk është islame, as nuk është bujare, as nuk është njerëzore, sepse njerë na gjithmonë kemi bëj jetën bashkarisht sipas takatit edhe sipas mundësive. Pastaj mos të mashtrohemi me disa që ata I quajnë kulturë edhe I quajnë rregulla, sepse na kemi rregullat më të shëndosha, pavarësisht se nuk I përmbahemi, mirë, po rregullat e tona, traditat e tona të vjetra edhe të lashta janë tradita me rroj, janë tradita të cilat janë dëshmuar se janë të mira, e pjesë e këtyre traditave padyshim është edhe traditat fetare. Edhe një element tjetër, edhe me këtë po e përfundoj, është se t'ja u mësojmë fëmijëve tonë vendlindjen edhe dashurinë për vendin ku ka lind baba. Ku ke lind ti, po ku ka lind baba jot. Edhe vazhdimisht ti lidhi me vendlindjen, me kulturën, po edhe me gjuhën, të cilën e kemi fol brez pas brezi, bab e babgjysh e kemi fol, edhe me çet gjuhë, me çet kultura e kemi rujt, çeto tradita të cilat kanë qenë shumë të mira deri tash, e ti mbajmë në lidhje me familjen, me vendlindjen e babës, me vendlindjen e babgjyshit, sepse kjo ju ndihmon që me rujt sa më shumë originalitetin, me rujt edhe veten. Pastaj të nderuar vëllezër, mbas të kësaj përfitojmë edhe diçka tjetër që është edhe më e madhe. Ajo është se duke I lidh fëmijët tonë me vendlindjen e babës, I lidhum fëmijët tonë edhe me vendlindjen e babës së njerëzimit, Ademit alayhis salam.
Edhe i themi se kjo është vendlindja jeme, kjo është vendlindja e babës, tu më ka lind baba, këtu është rrit baba, pastaj gradualisht i themi se na e kemi edhe një vendlindje tjetër që quhet xhenet, sepse Allahu aty e ka nis jetën njerëzore Ademin alayhis salam. Mos e harro vendlindjen e babës tan, po të mos e harrojmë edhe vendlindjen e babës së njerëzimit që është Ademi alayhis salam, e që është xheneti, pastaj punojmë, i orientojmë, punojmë edhe gjallënojmë edhe për xhenetin, për vendlindjen tonë, të cilën Allahu i lartësuar e ka nis jetën e njeriu të parë, jetën e babës së njerëzimit Ademit alayhis salam xhenet, edhe pse Allahu e ka ditë që Ademi alayhis salam ka me jetu në tokë, edhe në tokë ka me vdek. Mirë, po Allahu ka bëu që jeta e tij mu nis në xhenet, por mi tregu njerëzimit që to është vendlindja juaj njerëz. Shkoni ka të shkoni. Punoni ka të punoni, silluni ka të sillni, vendlindja e babës juaj edhe ju ku duhet mu kthyesh xheneti, për ata punoni për atë. Dhe kështu të nderuar vëllezër, ju mërgjimtar, më të vërtet edhe përkundër krejt kësaj që i përmendëm, janë shtu kolonat, janë shtu pritjet, mirë po e kanë atë haren, e kanë atë gëzimin, sepse ju e keni kthy haren, ju e keni kthy gëzimin, ju i keni dhënë freski vendit, i keni dhënë freski familjes, i keni freskuja, u keni kthy buzëqeshjen babës, e nanës, e keni kthy freskin edhe buzëqeshjen edhe familjarëve, sepse kështu e kemi pas zakon, kështu e kemi pas tradit, kështu na mëson edhe feja, kështu Allahu është i kënaqur me neve, përderisa kështu bëhemi shkaktar që me lumturojmë njëri tjetrin. E lutim Allahun e lartësuar që të jemi të gjithë shëndosh e mirë, kudo që jeni, kudo që punoni, kudo që gjallëni, Allahu t'ja jap të marrën, t'ja jap të mirën, t'ja jap halalin, punoni me halal, t'jetoni me halal, të harxhohi me halal dhe të hesni rrugës së drejtë, e cila ju bën nder edhe ju kryen shërbim edhe në këtë botë edhe në botën tjetër, derisa të na takon Allahu në ditën e gjykimit bashkarisht të gjithëve, triumfues, kokën lart, ju të nënshmuar, ju të përbuzur, dhe të na thotë se ja hyni në xhenetin për cilin keni punu dhe ju shpëtova nga xhehenami, nga i cili jeni rujtë dhe jeni largu. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.